Sot kemi lirin të themi shumë gjëra, të dëgjojmë shumë gjëra dhe të kuptojmë shumë pak gjëra. Madje mënyra më e sofistikuar për t'i bërë njerëzit që të mos kuptojnë fare ose të kuptojnë shumë pak është që t'i japin shumë informacion të pasistemuar dhe kontradiktor me njëri tjetrin dhe krijohet ai që quhet hutimi perfekt. Një gjë që ndodh për shembull në TikTok e keni vëre. Tani unë mbyll po. Do thonë mund të rish një orë dhe s'kupton si ku ora sepse montohen ngjarje, pamje, episode pa lidhje me njëri tjetrin, por të lidhin këmbë duar kohën tënde dhe tururin tënd. Kështu është edhe situata gjeopolitike. Pra, nëse kemi qenë të përqendruar gjithkohës tek lufta dhe paqja në Ukrainë, lufta po vazhdon në terren, paqja nuk po vjen, ka një zvarritje e cila tani është bërë disa herë një lojë kungulleshkash, të thonim ne në Shqip, ose një lojë matrioshkash që e kanë lojën e tyre rusët, ka indicie shumë të rëndësishme dhe shumë të rrezikshme për një përplasje midis Izraelit dhe Turqisë. Kjo sepse në mes është Siria, kjo sepse Rusia është tërhequr nga linja mesme pothuajse fare, dhe Donald Trump e ka mendje dhe përqendrimin diku gjatë e ka ke luftë ekonomike që i ka shpallur pjesës më të madhe të planetit. Atëherë gjithmonë më tepër, forcat rajonale, fuqitë rajonale, në këtë rast Turqia dhe Izraeli, do të përplasen pa ndërmjetës me njëri tjetrin.